U kthejmë në studio për të folur në lidhje me një çështje që ka të bëjë për Kuvendin e Kosovës në gërçim politik i cili është krijuar si dhe për çështje të tjera politike. Me mua në lidhje direkte është kryetari i partisë Fjala Gzim Kelmendi. Gzim, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Zoti Kelmendi, besoj që ke ndjekur zhvillimet politike të cilat kanë ndodhur në vendin tonë, si po i shihni juve të gjithë këtë ngërsh politik, i cili është krijuar në vend për shkak të mos konstituimit të kuvendit. Po, vërtet nuk është kjo situatë e mirë, kur e shohim këtë pasi qytetarët kanë zgjedhur për një ndryshim, kanë zgjedhur për përmirësimin e tyre, por megjithatë diçka nuk është edhe që nuk kemi mësuar nga sa në të kaluarën, kemi pasur gërçe të tilla derisa është arritur ndonjë marrëveshje, por megjithatë situata që është tani duke ndodhur e ka dëmtuar pak procese të ndryshme, qoftë ekonomike, sociale në vendin tonë dhe miratimin e shumë reformave dhe ligjeve që ka drejt për drejt ndikon në jetën e qytetarëve, por megjithatë përgjegjësia kryesore mbi partinë fituese për konstituimin e kuvendit. Dhe ata kanë të drejtën tani tash ose të formojnë qeverinë ose fundit çka është më e keqja që ndoshta nuk duhet të ishte mirë, po shkon në vendin e zgjedhje. Mirë po, ajo dhe po flitet zotri Kelmendi se do t'jetë zgjidhja e vetme, mirë po nesër kanë takimin me presidentën. Çka pritni juve prej këtij takimi? Jo, mendoj që presidentja gjatë tërë mandatit të saj nuk ka pasur ndonjë rol qoftë në veprimet e ndryshme legjislative apo që vendimarrje të tjera. Presidentja gjatë tërë mandatit të saj është kujdesur më shumë për shëtitjet e saj jashtë vendit, se sa për kontribute dhe ndryshime të tjera. Përndryshe presidentja e vendit nuk ka ndonjë rol në këtë pikë, takimi do të mbahet ndoshta, por megjithatë unë nuk jam optimist që mund të arrijë ndonjë rezultat pasi që partitë janë të vendosura në qëndrimet e tyre dhe ndikimi i presidentes është pothuajse fare i pashprehur. Zotri Kelmendi, ne kemi pa disa deklarata qysh nga ana e partive të cilat një farë mënyrë janë opozitë dhe nga ana e Kurtit të cilët si duket nuk i kanë votat për konstituimin e kuvendit, madje edhe këmbgulja e zotrit Kurtit që t'jetë Albolena Haxhiu kryeparlamentare, një figurë të cilën nuk po e përkrahin as PDK, as AK, po as LDK dhe partitë e tjera të cilat janë pjesë e kuvendit të Kosovës. Si e shihni juve këtë këmbgulje që kjo t'jetë një fytyrë unifikuese siç e quajnë vetëvendosja? Unë mendoj që është e drejtë e partisë fituese të propozojë këndën të votohet si kryeparlamentar apo kryeparlamentare. Opozita mendoj që tani më nuk ka të drejtë të paraqet propozimet e saj janë lidhur se kënd do ta propozojë partia fituese. Kjo është drejt legjitime e partisë fituese dhe në këtë rast opozita ne dim, ai që humb zgjedhjet nuk i mbetet vetëm se të pajtohet dhe të shikon se çfarë do të ndërmerr fituesi. Dhe fituesi, nëse nuk i ka votat për ta konsoliduar qeverinë, atëherë përgjegjësia bie mbi të. Përgjegjësia bie mbi të, edhe në rastin më të keq nëse vendi shkon zgjedhje, prapë përgjegjësia bie mbi fituesin, kështu që qytetarët janë ata të cilët pastaj do të vendosin se vërtet e meriton partia fituese zgjedhjeve të fundit përsëri të fitoj, apo do të ketë ndryshime rëndësore në diktaturën e re. Mi po, zotri Kelmendi, vendi tashmë po kalon me një krizë e cila po përballemi me rritje të çmimit të energjisë elektrike, po ashtu edhe në të gjitha sektoret po ndihet mungesa e mos konstituimit të kuvendit të Kosovës. Madje u tha se ka edhe mungesë të listës së banave sociale, pra duhet të përditësohet kjo listë, meqense jeni nga sektori i shëndetësisë. Çka do të ndikojë edhe më keq e gjithë kjo politike cila po bëhet në Kosovë? Çka është më e keqja, për 25 vite pas luftës, pothuajse asnjë qeveri e Kosovës, asnjë udhëheqje nuk ka menduar për jetën e qytetarëve. Të gjithë kanë menduar vetëm për zgjedhjen e pushtetit të tyre, kanë menduar se si ta kenë një pushtet të ardhmen,
kanë menduar për interesat e ngushta personale, por më së paku kanë menduar për jetën e qytetarëve. Prandaj neve nuk na befason fakti pse tani kjo qeveri apo tjera nuk mendojnë për jetën e qytetarëve. Më së paku ka qenë interes të tyre e ardhmja dhe kriza e qytetarëve që po kalojnë ata në vendin tonë. Kështu që qeveritë e kaluara neve na kanë treguar, po na tregon edhe kjo që më së paku i intereson e ardhmja e qytetarëve të këtij vendit dhe për neve nuk ka befasuese. Por unë jam optimist se qytetarët duke mbledhur këto 25 vite që kanë kaluar dhe duke pasur që asnjë qeveri nuk ka punuar në interes të tyre, po ka përfituar për interesa personale, mendoj që qytetarët duhet të reflektojnë që në zgjedhjet e ardhshme të dinë se si të veprojnë. Mirë, po flitet se do të ketë zgjedhjet e ardhshme dhe ju e si kryetari i Partisë Fjala do të garani në këto zgjedhje nëse do të mbahet ashtu siç po fliten nëpër media. Po, ne jemi të gatshëm dhe në çdo kohë që vendi e thret dhe nevoja që të mbahen zgjedhjet, nga se ju e dini që në 4 parë zgjedhje sa kanë mbajtur prej se Partia Fjala është themeluar, kemi garuar të vetëm dhe pa koalicion, dhe çdo gjë që kemi thënë nga zgjedhjet e para kur kemi garuar nga viti 2017 dhe deri me tani, çdo qëndrim joni është vërtetuar se kemi pasur të drejtë, nga se partitë politike nuk kanë menduar për qytetarët, nuk kanë menduar për Kosovën, por kanë menduar për veti. Dhe ne jemi optimistë që në një parë zgjedhje, qoftë këto, qoftë tjerat, qytetarët do ta japin mundësinë që të dëshmojmë ne atë për cilën kemi punuar që sa vite, edhe nëse kryetari i Partisë Fjala sa kam qenë në Parlamentin e Kosovës, por dhe jashtë kuvendit të Kosovës, nga se çdo gjë që kemi thonë deri më tani është vërtetuar dhe qëndrojmë prapa asaj që Kosovës i duhet një udhëheqje që punon për qytetarët, që nuk punon për vetveten e saj. Ne jemi të frymëzuar dhe punojmë nga slogani që politikani duhet të jetë shërptor i popullit dhe jo popullit jetë shërptor i politikanit që shpondodh deri më tani. Mirë, po në rast se do të fitoni ulëzë në kuvendin e Kosovës, me kë do shihni më të parafort programin e juaj në hartimin e qeverisë ardhshme të vendit? Të drejtën pak kjo është pyetje e vështirë për neve, nga se deri më tani nuk jemi të kënaqur pothuajse me asnjë parti politike, por megjithatë mbetet të shihet në të ardhmen nëse dikush do të reflekton, do të ketë ndryshime, reforma që do të mendoj për qytetarët e Kosovës, por aktualisht për momentin e kemi të pamundur ta mendojmë një bashkëpunim të tillë me këdo qoftë, nga se na kanë treguar se interesi tyre personal është mbi interesin e qytetarëve. Dhe ne nuk dëshirojmë të bashkëpunojmë me ata që interesat e veta i vënë para interesave të qytetarëve. Për këto 4 vite të qeverisë Kurti, zoti Kelmendi, si e keni pa juve gjithë punën që është bërë në Kosovën tonë të dashur, duke parë të gjitha pakënaqësitë të cilët po i shpresin qytetarët çdo ditë, a mendoni se është bërë një punë e mirë gjatë këtyre 4 viteve të qeverisë Kurti? Jo, unë mendoj që kjo qeveri ka qenë vazhdimsi e qeverive të kaluara. Kriza në shumë sektor në ekonomi, shëndetësi, arsim, energjetik është thellua edhe më shumë. Prandaj jemi të bindur që kjo qeveri ka qenë vazhdimsi e qeverisjeve të kaluara, nuk ka sjellë ndonjë ndryshim, nuk ka sjellë ndonjë reformë në vendin tonë, është munduar që përmes angazhimeve të saj në pjesën veriore të Kosovës, ku i ka dhënë energjinë më së shumti në atë pjesë, u munduar që të mbajë gjallë udhëheqjen e saj dhe motivin e saj. Ne kemi korrekt, kemi realist, nuk mund t'ja mohojmë që ndoshta ka punuar më shumë se qeveritë e kaluara për pjesën veriore të Kosovës. Nuk mund ta mohojmë këtë fakt. Por megjithatë, në shumë sektor kjo qeveri nuk dallon nga qeverisjet e kaluara, nga se kriza ekonomike, shëndetësore, energjetike është e thelluar. Qytetarët vazhdojnë të ëndrojnë dhe të udhtojnë drejt vende perëndimore. Sektori privat mbetet sektori më i shtypur në vendin tonë, punëtorët në sektorin privat trajtohen ende si skllav dhe nuk kanë të drejta vërtet se i gëzojnë edhe me ligjet e Kosovës, as pak nuk respektojnë të drejtat e tyre, pastaj pozita e femrës në shoqërinë tonë vazhdon të jetë e shtypur, cënohet edhe familja në vendin tonë, kështu që shumë sektorë kanë mbetur ende në krizë të thellë.
Mirë po, qka është dashur më shumë që të punohet, me qenë se u flitë se janë mirë më shumë për çështjet e veriut të vendit, pra puna më e madhe është bërë në veritë e vendit për çështjet të sigurisë, ndërkaq që çështjet e tjera kanë mbetur si pezull, cilet do të kishte me qenë synimi i qeverisë së ardhshme si mbas jush, zotri Kelmendi. Unë mendoj që me një buxhet rreth 3 miliardë e 700 milionë euro, afër 4 miliardë që ka Kosova, ka shumë hapësirë për të menaxhuar më mirë dhe për të zvogluar krizën që ekziston në vendin tonë, nga se Kosova ka resurse shumë më të mira dhe të favorshme në raport me vendet e tjera të rajonit përfshi përbërjen demografike të saj, rinin dhe fuqinë punëtore, pastaj pozitën gjeografike, pozitën klimatike, dhe më thënë duhet më së shumti të investohet në bujqësi. Kosova këtë nuk është duke shfrytzuar, duhet fuqizuar sektorin e prodhimit dhe bujqësisë dhe blegtorisë, pastaj duhet të rritet investimet të ndryshme në fushën e ekonomisë dhe industrisë në mënyrë që Kosova të rikthehet fuqisë prodhuese, nga si ka gjitha premisat që tjetë primare në rajon, pse jo edhe më gjerë, dhe më thënë dhe jo tjetë Kosova, fatkeqësisht që është tani, ndër vendet kryesore eksportuese të të rinjve drejt vendeve perëndimore. Kjo është përkeqardhje, kur e kemi një buxhet rreth 4 miliardë euro, kur e kemi këtë popullat të re, kur i kemi këto mundësi, edhe kur kemi interesime nga jashtë për të investuar në Kosovë. Dhe kur e kemi mbi të gjitha dhe një diasporë të fuqishme, që është e interesuar të investojë në Kosovë, atëherë nëse këto nuk i kemi shfrytzuar deri më tani, atëherë kjo i bie që është dobësi e qeverisjeve të kaluara, të cilët qeveria ardhshme duhet të mendoj mirë dhe ta kthej Kosovën në pozitën të cilën e meriton Kosova. Zoti Kelmendi flite për një numër masiv i cili është ikur nga Kosova, mirë po me këtë gjendje ekonomike cila është krijuar në vendin tonë, pritet që do të ketë edhe më tepër rritje të njerëzve të cilët migrojnë drejt Evropës. Po, fatkeqësisht me këtë gjendje ekonomike, ambicjet të rriten dhe ëndrat e qytetarëve, kryesisht të rinj, janë drejt migrimit të vendeve perëndimore. Përkeqardhje është kjo situatë kur të rritë të shumt, të diplomuar, por edhe të pa diplomuar në fakultetet e ndryshme, nuk kanë se ku të investojnë mundin e tyre që kanë kryer gjatë studimeve themelore dhe ndrojnë që drejt vendeve perëndimore, nga se kur më shumë se sot Kosova nuk ka pasur universitete dhe fakultete, kur më shumë se sot Kosova nuk ka pasur kuadro të diplomuar dhe të avancuar, por jashtë se fatkeqësisht kur më shumë se sot Kosova vazhdon të jetë eksportuese e gjeneratës dhe forcave të reja drejt vendeve perëndimore. Fole edhe për njerëz të cilët janë të diplomuar e të arsimuar në vendin tonë, të cilët e kanë lëshuar vendin, disa prej tyre edhe pjesë e mjekësisë, një kategori të cilës i përkisni edhe juve, patëm një numër goxha të madh të njerëzve të cilët e kanë lëshuar në vendin, zotri Kelmendi, pse po bëhet kjo, me qenë se na duhen jashtëzakonisht shumë profesionistë, sidomos tek fusha e mjekësisë dhe arsimit në vend. Po, thash marrë, kjo është përkeqësardhje kur kemi kaq shumë njerëz të shkolluar në përgjithësi tash edhe në mjekësinë veçanti, nga se 10 viteve të fundit është dëshmuar se kuadri profesional shëndetësor i Kosovës është kuadër konkurrues me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kemi një kuadër të shkëlqyeshëm ekspertën, por jashtë se nuk është punuar me ta sa duhet. Ne kemi propozuar edhe në plan programin tonë që kemi pasur për gjetë të fundit, që investimet në shëndetësi të jenë në atë qëllim që të përfiton Kosova dhe shëndetësia Kosovës, duke e rritur dhe fuqizuar turizmin shëndetësor. Përderisa disa vende të tjera, Turqia, për shembull, është duke shfrytzuar më së miri turizmin shëndetësor. Pse mos ta bën këtë Kosova, kur ka kuadër të shkëlqyeshëm, kur ka profesionistë të shkëlqyeshëm dhe të merr qytetar të trajtojnë në formën e turizmit shëndetësor nga gjitha vendet, qoftë perëndimore, qoftë vendet lindore, të vinë në Kosovë për shkak të kushteve edhe çmimit kostos më të lirë, por edhe për shkak profesionizmit shëndetësor. Edhe këtë deri me tani Kosova nuk e ka shfrytzuar dhe ne kemi propozuar në këtë pikë që Kosova duhet ta shfrytëzojë. Ja, ne shpresoj që do të kemi politika më të mira në mënyrë që mos kemi edhe një fluks të madh të emigrimit. Zoti Kelmendi, faleminderit shumë për kohën që ndajte për të gjithë shikuesit e Infodes dhe uroj që gjithçka të shkojë mirë në Kosovë. Me datën 15 të kemi një ndryshim të kësaj skeme të cilën po e shohim çdo 2 ditë në kuvend.
Faleminderit edhe ju, ju uroj shëndet, mbarësi dhe suksese. Faleminderit shumë, e neve do vazhdojmë të flasim në lidhje me çështje të sigurisë në vend, ku me mua në studio do të jetë Avni Islami, i cili do të na flasë më shumë rreth çështjes që ka të bëjë me ngacmimet seksuale, të cilët i ka ngritur një çështje mjaft e rëndësishme nga ana e një portali atje që siç thuhet është i paguar nga Serbia.